Pse gratë në Perëndim po e pranojnë Islamin më shpejt se burrat? Ndoshta sepse gjejnë në Islam fuqi dhe qetësi që u mungon në shoqërinë perëndimore. Pse gratë në Perëndim po e pranojnë Islamin më shpejt se burrat? Njerëzit shpesh pretendojnë se Islami i shtyp gratë. Por nëse kjo do të ishte e vërtet, pse shumica e muslimanëve të rinj janë gra, sidomos në vendet perëndimore? Sipas studimeve, pothuajse 2/3 e atyre që e pranojnë Islamin janë gra, një fakt që e përmbys plotësisht stereotipin. Arsyeja është e thjeshtë. Islami u jep grave atë që shoqëria moderne shpesh u merr, dinjitetin e vërtet. Sot, gratë gjykohen vazhdimisht nga pamja e tyre. Rrjetet sociale, markat e bukurisë dhe kompanitë e modës fitojnë miliarda duke i bindur gratë se nuk janë të mjaftueshme, përveç nëse vendosin më shumë grim, blejnë rroba të reja ose tregojnë më shumë nga trupi i tyre. Ky presion nuk mbaron kurrë, por Islami e heq plotësisht këtë presion. Ai mëson se vlera e një gruaje nuk qëndron te fytyra apo trupi i saj, por te karakteri, mendja dhe besimi i saj. Prandaj shumë gra që e pranojnë Islamin thonë, hijabi nuk më shtypi, por më çliroi. Hijabi i mbron ato nga gjykimi i pandërprer i shoqërisë dhe u lejon njerëzve të shohin kush janë ato, jo si duken. Islami gjithashtu u dha grave të drejta 1400 vjet më parë, të drejta që shumë gra në Perëndim i morën vetëm kohët e fundit. E drejta për të pasur pronë, e drejta për të trashëguar, e drejta për të zgjedhur martesën, e drejta për të kërkuar dije, e drejta për të mbajtur emrin e tyre. Në një kohë kur shumë shoqëri i trajtonin gratë si pronë, Islami i nderoi ato, i mbrojti dhe u ngrit statusin. Kjo prek zemrat e shumë grave të krishtera që fillojnë të lexojnë për Islamin. Pra, pse njerëzit vazhdojnë të përsërisin pretendimin se Islami i shtyp gratë? Sepse nëse gratë zbulojnë të vërtetën, industritë që përfitojnë nga pasiguritë e tyre do të humbasin para. Prandaj një imazh negativ i Islamit shtyhet vazhdimisht. Por realiteti është më i fortë se propaganda. Çdo ditë, mijëra gra, studente, profesioniste, nëna, madje edhe të famshme, po zgjedhin Islamin me vullnet të lirë, sepse në Islam gjejnë paqe, dinjitet, qëllim dhe vetë respekt. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni!